Gjykata e posaçme ka caktuar ekspert mjekësor për të përcaktuar gjendjen shëndetësore të ish shefit të Komisariatit Rrugor të Tiranës, Roven Zeka, mbi kërkesën e bërë nga ky i fundit për të liruar nga qelia për shkak se ka dëmtuar legenin pasi është rrëzuar në paraburgim. Mbi bazën e përfundimeve të mjekëve do të vendoset edhe sa i takon kërkesës së personit në nënhetim. Zeka dyshohet nga SPAK për korrupsion lidhur me procedurat për një aksident lidhur me një rrëshfet prej 2.000 euro që SPAK pretendon se ka përfituar. Më herët, masa e arrestit në burgu la në fuqi nga apeli GKKO ndaj tij dhe oficerët Edison Tabako, ndërsa shefi të hetimit të aksidenteve Sokol Novaku u liruan në arrest shtëpie për shkak të rrethanave familjare. SPAK i bëri arrestimet bazuar në disa prova përgjimesh e bisedash ku biznesmenët kishin paguar para që gruaja e tij të mos arrestohej për shkak të aksidentit. Shefi i Komisariatit të Policisë Rrugore, Roven Zeka, së bashku me Sokol Novakun, shefi me hetimit të aksidenteve dhe oficerin e Policisë Rrugore, Edison Tabako, ranë në pranga me 19 prill në kuadër të një hetimin të SPAK dhe dyshohet se kanë marrë 2.000 euro rrëshfet për manipulim të provave për një aksident rrugor të shkaktuar nga bashkëshortja e biznesmenit Erges Vrioni. Sipas dosjes hetimore dhe përgjimeve, duket qartë se oficeri Tabako e njihte biznesmenin Erges Vrioni, bashkëshortin e gruas që bëri aksidentin, dhe i ka kërkuar shuma monetare për të mos arrestuar Anisa Vrionin. Nga verifikimi që i është bërë telefonit të Tabakot, rezulton se ai ka komunikime me shefat e tij, Roven Zekën dhe Sokol Novakun, ku ai thotë se 1.000 euro të tjera do i siguronte më vonë nga Vrioni, të cilin e kishte shok, duke i lënë afat deri të nesërmen. Aksidenti ka ndodhur me 16 prill të këtij viti në Tiranë, ku është përfshirë Anisa Vrioni, bashkëshortja e biznesmenit Erges Vrioni. Hetimet e para për rastin i ka kryer policia rrugore në nënhetim Edison Tabako, me të cilin Vrioni kishte dhe njohje.